Për të folur lidhje me këtë zhvillimet të fundit në Shtetet e Bashkuara, lidhemi me autorin e emisionit Focus, kolegun Robert Papa. Përshëndetje zoti Papa. Përshëndetje. Sot hyn në fuqi tarifat prej 25% për Kinën, për Meksikën dhe për Kanadan, më saktë 20% janë për Kinën. Si është përcjell ky informacion në Shtetet e Bashkuara? Çfarë reagimesh ka patur? Përkohësisht stoqet ranë 650 pikë, por kjo ndodhi dhe herën e parë kur zoti Trump ndërmori këtë. Nuk është tipike tarif. Tarifat në mënyrën tipike vendosen kur ti do të mbrosh një produkt të dobët kombëtar, prodhon diçka dhe kërkon ta mbrosh. Në këtë rast janë si forcë për negociatat zoti Trump. Preteksti është fentanili, droga që është përgjegjëse për 100.000 deri në 150.000 amerikanë që vdesin çdo vit nga përdorimi i kësaj. Vjen nga Kina, kalon nga Meksika, por kalon dhe nga Kanadaja. Trump është bindur që përmes tarifave do të vendosë një gjë drejtë me tregtinë midis këtyre vendeve. Është deficiti tregtar me Kanadan $200 miliardë, me Meksikën 300 miliardë dhe me Kinën diçka e tillë, por dhe me BE-n. Trump është bindur që këto vende përfitojnë nga Amerika, ne subvencionojmë ata dhe ata nuk marrin prodhimet tona. Por të jemi realist, Kanadaja ka tarifa për shumë gjëra, shumë produkte amerikane. Pra, si logjik dhe Amerika duhet vendosë. Unë për shembull kam bankë kanadeze këtu, Toronto Bank, nuk lejon kanadezët asnjë bankë amerikane atje. Pra, zoti Trump bën gambling, një lloj bixhozi, sepse nëse dështon, pollet e tij bien, inflacioni rritet, por askush nuk e di se si do të shkojë realisht. Teknikisht, tarifat i pagon importuesi. Pra, një importues amerikan, nëse blen një mall $100 në Kanada, do të paguajë 125. Dhe kalon te konsumatori. Kjo është në teori, por teknikisht ata mund të bëjnë pazar me prodhuesin në Kanada dhe të ndahet përqindja. Tani Trump nuk është çmendur që të rrezikojë kaq shumë në anën ekonomike. Është i bindur që përmes tarifave do të marrë një shumë të madhe që do të kalojë tek buxheti për të ulur deficitin që ekziston në SBA. Dhe nga ana tjetër kërkon të jetë i fortë. Trudeau nuk ka fortë, Trudeau prikrisht nga këto iku, si dhe zonja presidente e Meksikës. Një muaj tarifa nga Amerika janë vdekje prurse në ekonomi për këto dy vende, sepse ato eksportojnë më shumë. Është rreth $135 miliardë energji, naft, elektricitet që vjen nga Kanadaja. Do të ndikojë te çmimet? Le të presim. Trump do ta përmendi këtë tek fjalimi që ka në State of Union, ku mbi 50% do të jetë për sukseset e mëdha të tij, Golden Age për Amerikën, do të plasë dhe për Ukrainën. Le të presim, stoqet ran, por dhe herën e parë ran do kthyen përsëri. Trump është jo vetëm Trump, por ata që e rrethojnë, ministri Thesarit, sekretari Thesarit, ish ortaku i Sorosit, është nga mbështetësit të tarifave. Kanë funksionuar dikur dhe amerikanët dikur, presidentët e parë, me tarifa mbanin buxhetin dhe nuk ishte taks për të ardhurat, që është një taks e madhe në Amerikë aktualisht. Në fakt ju e përmendët pak zoti Papa, si është parë në Shtetet e Bashkuara vendimi i zotit Trump për të ndërprerë ndihmat ushtarake për Ukrainën, çka ka sjellë në fakt në Evropë, liderët evropianë një reagim të menjëhershëm. Është vendim logjik. Ai në fushatë ka thënë që do ta zgjidhë që ditën e parë me Ukrainën dhe kjo fillon me pezullimin e ndihmave, edhe pse është republikan. Presidentët republikan në përgjithësi kanë qenë president për luftarak, e Majta ka qenë kundra luftës, sot është për luftën, por Trump ka këtë luftën tregtare. Natyrisht ai kërkon që Zelenski të kërkojë një falje publike. Zelenski gaboi në mënyrën se si u soll në Shtëpinë e Bardhë, nuk mund t'i japësh leksion presidentit në zyrën ovale. Këtë gabim e ka bërë Netanyahu në vitin 2011 me Obamën dhe pati pasoja. Natyrisht që Zelenski është njëri jo i pjekur politikisht, ka një traumë të madhe nga lufta dhe ran atë grep që u hodh nga zvendës presidenti. Europa duhet të fillojë të shpenzojë ushtarakisht, sepse Trump e ka thënë, nëse nuk shkoni me shpenzimet 5%, do të largohem nga NATO. Ky është problemi i Europës. 800 miliardë në shifra, në letra duken shumë, por Amerika që thuaj se është 300 milion, Europa 500 milion, e ka 800 miliardë në vit buxhetin ushtarak. A ka fuqi struktura sociale europiane të përballojë shpenzimet mëdha luftarake? Kjo mbetet për të parë. Ajo që pash tek lajmet e Ursula ka qenë ministre
e mbrojtjes së Gjermanisë, dhe kur Gjermania në kohën e saj ka marrë pjesë në një ushtrim stërvitor të NATO-s, ushtarët gjerman kanë pasur si dikur në Shqipëri pushk prej druri. Niveli i ushtrisë gjermane shumë i ulët, sidomos në ndërtimin e saj. Ndërkohë, çfarë pritet sjell ky vendim zoti Papa dhe si e shikoni ju reagimin e Bashkimit Evropian të menjëhershëm që rriti buxhetin për armatimin edhe sikurse dhe zonja Ursula von der Leyen që do të jenë 800 miliardë euro në dispozicion për riarmatosjen e Bashkimit Evropian? Ajo ka thënë, të shikojmë kur të zbatohet në realitet, janë të detyruar nëse BE-ja kërkon të kthehet në një entenitet të fortë. Politikisht nuk ka forcë, ushtarakisht nuk ka forcë. Edhe në GDP, e gjithë GDP-ja e Europës është thuajse sa gjysmë e GDP-së të Amerikës. Kur është krijuar BE-ja, GDP-ja ka qenë e barabartë. Këto programe sociale, qeveritë e majta, radikale, kanë bërë që të bie rritja ekonomike, dhe kjo duket qartazi tek vendi kryesor, motori i Europës, Gjermania. Ka rënë GDP-ja, ka rënë rritja e popullsisë 1.4 dhe nuk respektohet votuesi. Fiton me 28% CDU-ja, nuk bën koalicion me një forcë të gjatë që me pat drejtë e quhen naziste dhe shkon bën koalicion me të majtët. Kjo lloj elitash, ky establishment e ka dëmtuar dhe përsëri e dëmton Europën. Ursula nuk është e votuar siç votojnë këtu. Pra vetë harta politike e BE-s ka probleme. Të gjitha vendet e Europës kur mblidhen bashkë janë më pak se shumë çdo vendi veç e veç. Dihet problemet që ka Franca, Gjermania, Anglia. Pra nuk është unite, nuk është e bashkuar, duhet, sepse Amerika po e thot qartë, nuk ju mbroj më nga Rusia. Dhe këtë e thot presidenti Trump, kjo për 4 vite është e sigurt. Republikanët mund të fitojnë dhe mbas zotit Trump. Trump ka një ide, kërkon të ndërpres lidhjen midis Rusisë dhe Kinës. Armiku kryesor, rivali kryesor, konkurruesi kryesor për amerikanët është Kina. Europa duhet përballet vetëm me Rusinë dhe kjo pa qartë me lëshimin që po e bëhet Ukrainës, pezullimi është diçka që këmban alarmi sa mund të rezistojnë forcat e Ukrainës. Ndërkohë që do të nisin hetime me shifrat apuzojnë, nuk janë 300 miliardë, si thot zoti Trump, janë rreth 180 miliardë të dhëna nga amerikanët, 145 miliardë ja dhënë nga europianët, nga BE-ja, nuk janë gjitha llonë, si thot zoti Trump, janë të ndara. Por pesha më e madhe ka rënë tek amerikanët. A ka korrupsion mendimet? Ka. Armatimet shumëta të dërguar nga amerikanët në Ukrainë janë kapur te kartelet e drogës në Meksik. Ju falenderoj zoti Papa që ishit me ne.